Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 27 vjeçe dhe deri para pak kohësh nuk isha udhëtuar kurrë me avion. Nuk ishte se nuk doja, përkundrazi, gjithmonë më dukej diçka emocionuese, por ose nuk ishte dhënë rasti, ose gjithmonë e shtyja për më vonë. Kështu që kur më në fund vendosa të bëja udhëtimin tim të parë, ndihesha si një fëmijë që po niste një aventurë të re. Do të udhëtoja për në Rom për disa ditë pushim dhe për të takuar një shoqe që jeton atje prej vitesh. Ajo më kishte ftuar disa herë, por këtë herë vendosa ta bëja realitet. Natën para nisjes pothuajse nuk fjeta fare. Valixhen e kisha bërë gati që në darkë, por vazhdoja ta hapja dhe ta mbyllja duke kontrolluar nëse kisha haruar ndonjë gjë. Natën para nisjes pothuajse isha në ankth total. Në mëngjes u nisa shumë herët drejt Tiranës së aeroportit. Rrugës ndihesha me një përzierje emocionesh, frikë, kuriozitet dhe një ndjenjë të lehtë nervozizmi. Kur hyra në aeroport, u ndjeva menjëherë e humbur. Gjithçka dukej shumë e madhe dhe shumë e organizuar. Njerëzit lëviznin shpejt, disa flisnin në telefon, disa shtynin valixhet me një siguri që tregonte se udhëtonin shpesh. Ndërsa unë ndihesha sikur isha në një film. Kontrollova biletën time disa herë për të qenë e sigurt se po ndiqja drejtimin e duhur. Kalova kontrollin e sigurisë dhe pastaj u drejtova tek porta që më dukej se ishte për fluturimin tim. Ula në një karrige pranë dritares dhe fillova të shikoja avionët që parkoheshin jashtë. Ishte era e parë që i shikoja kaq afër. Pas disa minutash u dëgjua njoftimi për hipje në avion. Njerëzit filluan të rreshtoheshin dhe unë u ngrita bashkë me ta. Ishte gjithë ajo ndjesi e re, korridori ngushtë që çonte drejt avionit, styardesat që të përshëndesnin të gjithë pasagjerët dhe zhurma e lehtë e kabinës. Gjeta vendin pranë dritares dhe ula. Zemra më rihte pak më shpejt nga emocionet. Por pas disa minutash fillova të ndjej se diçka nuk po shkonte siç duhet. Njerëzit përreth po flisnin në një gjuhë që nuk dukej shumë si italishtja që unë prisja të dëgjoja. Në fillim mendova se ndoshta ishin turistë nga vende të ndryshme. Pak më vonë pranë meje u ul një djalë. Ai dukej rreth të 30-tave, i gjatë me një shprehje të qetë në fytyrë. Kur u ul, më hodhi një vështrim të shkurtër dhe buzëqeshi me mirësjellje. Unë ende po shikoja biletën time dhe telefonin duke kontrolluar detajet e fluturimit. Ai e vuri re dhe më pyeti: "A është era e parë që udhëton me avion?" E pash pak e habitur dhe e qesha me siklet. "Po, pse kaq shumë bie në sy?" I thash. Ai qeshi lehtë. "Po, por është normale, të gjithë kemi pasur herën tonë të parë." Pastaj më pyeti: "Ku po shkon?" "Po shkoj në Rom," i thash. Ai ngriti vetullat dhe më pa për një moment. "Në Rom?" "Po." "Ky avion nuk shkon për në Rom." Për një moment mendova se po bënte shaka. Por kur ai më tregoi ekranin përpara ku shkruhej destinacioni i fluturimit, ndjeva sikur më ra zemra në stomak. Kisha hipur në avionin e gabuar. U ngrita nga vendi në panik. "Seriozisht?" Ai qeshi. "Mos u shqetëso, avioni nuk është nisur ende." Ishte shumë i qetë, ndërsa unë ndihesha në ankth. Ai thiri një styardes dhe i shpjegoi situatën time. Ndërkohë unë vazhdoja të qeshja nga nervozizmi. "Është udhëtimi im i parë," i thash. Styardesa buzëqeshi dhe tha se mund të zbrisja dhe të shkoja tek porta e duhur. Ndërsa po merja çantën për t'u larguar, djali pranë meje më tha me një ton ngacmues: "Shpresoj që këtë herë të gjesh avionin e duhur." Unë qesha, edhe unë shpresoj. Pastaj ai më pyeti: "Si quhesh?" I thash emrin tim dhe ai më tregoi të tij. Më pas shtoi:
Për një moment mendova se do të bëheshim shok udhëtimi. Do të ishte histori interesante për udhëtimin tim të parë. Ja ktheva. Më pas më pa dhe më tha: "Gjithsesi, ishte kënaqësi të takohesha me ty, edhe pse vetëm për disa minuta." Kur dola nga avioni dhe fillova të ecja drejt portës së duhur, ende po qesha me veten time. Udhëtimi im i parë në avion kishte filluar me një ngatresë të madhe, por në një mënyrë të çuditshme ishte bërë edhe një histori që nuk do ta harroj kurrë. Sepse ndonjëherë aventurat më të bukura fillojnë pikërisht nga një gabim i vogël.